një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin mediatik dhe sportiv në Itali. Gazetari i sportit Luigi Esposito, i njohur me emrin Luka, është gjetur i pajet në zonën e Salernos, pasi dyshohet se është vrarë dhe më pas i është vënë flaka. Trupi i tij u zbulua nga zjarfiksit në Eboli, teksa po ndërhynin për të shuar një zjarr të shkaktuar nga djegja e trupit në zonën me bimësi. Për shkak të dëmtimeve të shumta nga flakët, fillimisht ishte e pamundur të përcaktoj identiteti apo edhe gjinia e viktimës. Sipas hetimeve paraprake, Esposito dyshohet se është qelluar me armë zjarri, ndërsa karabinierët kanë gjetur disa gëzhoja në vend ngjarje. Më pas trupi i është djegur, hetimi mori një kthes të rëndësishme pas gjetjes së makinës së gazetarit, çka u mundsoi autoriteteve të rindërtojnë lëvizjet e tij para vrasjes. Çështja po hetohet nga prokuroria e Salernos e drejtuar nga Raffaele Cantone. Luca Esposito ishte një emër i njohur në gazetarinë sportive italiane.